Stafani, çfarë po ndodh me bordin e paqes, sepse duket që shumë komentatorë e lidhin me faktin që po ndryshon arkitektura e sigurisë botërore. Jemi në fillimet e një skenari të ri për sa i përket institucioneve që do të monitorojnë sot sigurinë e botës. A jemi në këto kushte apo është thjesht ka lidhje, është specifikisht vetëm për gazën kjo që po diskutojmë? Jo, bordi fillimisht nisi, po themi, për pjesën e gazës, pra në kuadrin e asaj marrëveshjes me 20 pika për sa i përket gazës. Dhe pastaj vazhdoi me pjesën tjetër me një shpikje a la Trump në kuptimin e zmadhimit të funksionit të këtij bordi, për cilin ka një rezolut të OKB-s për bordin, po ishte praktikisht për gazën, dhe Trump e zmadhoi duke krijuar termin e ri bordi paqes, në të cilin mendon që të ketë një mekanizëm tjetër përveç OKB-s për zgjidhjen e atyre që janë problematika të tensionit në botë, duke përfituar në fakti që OKB-ja ka shumë vite që në një farë mënyrë ka dalë jashtë funksionit të vet, pra nuk po ushtron një funksion ashtu siç është parashikuar dikur në kartën e OKB-s për të funksionuar OKB-ja, dhe është bërë totalisht inefektive. Në këtë kuadër Trump ka gjetur edhe, si thua, edhe atë justifikimin për të krijuar një mekanizëm në të cilin do jetë vetë ai që do drejtojë, po themi, apo ka për të zgjidhur ato që janë konfliktet. U firmos në Davos paga shumë. Po shikosh narrativën e Trump thotë se isha unë ai që zgjidha 8 konflikte në 2025. Pra i zgjidhi Trump, sipas Trump, dhe ndërkohë që OKB-ja nuk zgjidhi asnjë konflikt në 2025. Kështu që në këtë kontekst ky bord po thua nuk do jetë për gazën, do jetë një bord. Bordi fatikisht është një, si thua, një mini OKB e drejtuar nga Trump, por një mini OKB në të cilën Trump është ai që është udhëheci suprem, pra është lideri i përjetshëm. Pra parashikohet në statut që do jetë i përjetshëm. Parashikohet që ai ka vendimet përfundimtare, mund të vëjë veto ndaj vendimeve të bordit të përgjithshëm. Bordi i përgjithshëm janë këto vendet që firmosin. Po, që mund të marrin vendime me shumicë të thjeshtë votash. Po, dhe bordi i përgjithshëm në kuadrin nëse mund të ecë me paralelizma, atëherë bordi i përgjithshëm pak a shumë si asambleja. Asambleja e Kombeve të Bashkuara. Dhe bordi i përgjithshëm janë këta që janë këtu. Pastaj përveç bordit të përgjithshëm ka një që quhet bordi ekzekutiv, i cili është një lloj, si thua, këshilli i sigurimit. Pra, po të shikosh me këtë, por diferenca është që bordi ekzekutiv janë emërime nominale të vet Trump, domethënë ke Rubion apo persona që i ka vendosur vet Trump në bordin ekzekutiv, dhe pastaj ka edhe kryetarin i cili është vet Trump. Dhe këto shërbejnë për problematikat që mund të dalin në botë. Ka një bord të veçantë për gazën. Pra, bordi i gazës është një bord tjetër më vete, e cila është brenda këtij kuadri të bordit të paqes. Ka dhe një të dërguar në terren, që mund të jetë, pra, bordi ka një person. Ka dhe një komitet ekzekutiv njëkohësisht. Pra, mënyra se si po sajohet ose po krijohet kjo gjë është një po themi një zëvendësim a la Trump i asaj strukturës së OKB-s për cilën Trump mendon që nuk ka funksionuar, edhe në fakt ka drejt në kritikat e veta për sa i përket mos funksionimit të OKB-s. Edhe pyetja e madhe është pse nuk është luftuar për të ndryshuar mekanizmat e OKB-s. Pra, kur ti e shikon që OKB-ja nuk është funksionale, pse nuk reformohet OKB-ja, sepse do ishte shumë më mirë sikur të reformohesh OKB-ja sesa të krijohesh mekanizma të tjerë. Klet, si e pe këtë bordin e paqes i cili është tema e ditës prej gati një jave? Është një klub i cili mbledh njerëz me të cilët Trumpi diskuton në mënyrë personale, të cilët kanë një interes për të pasur një lidhje me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, jo në një funksion të rëndësishëm global, sesa më tepër raporte ndërpersonale. Mu më duket një lloj alternative, do të e gaboj, a la BRICS. Por këtë radhë drejtuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tentativa për ta zëvendësuar OKB-n qëndron si një lloj parashikimi, duke pas parasysh që OKB ka disa mekanizma të cilat
të cilat janë dhënë ose janë dhënë në dispozicion, janë vënë në dispozicion Trumpit. Pra nuk kemi këshill sigurimi, nuk kemi pushtet vetoje etj. Po të shohësh pjesa më e madhe e anëtarëve të bordit nuk janë aty për të zgjidhur çështjet natyrës globale, por janë aty ose për pas një marrëdhënie më të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose për problemet natyrës rajonale. Problemet që nuk prekin se tush arkitekturën botërore të sigurisë etj. Ndofta kam një farë përshtypje që është një lloj tentative e Trumpit për të pasur një influencë më të madhe nga e cila nga marrëveshjet që janë të vendosura globale etj. Sepse në një farë mënyre ose teorikisht ky lloj bordi i kalon edhe marrëveshje edhe më të mëdha, ose presupozohet i kaloj. Po në rastin e Gazës i kaloj, fjera vjen. Po rasti Gazës mund të jetë një farë pretekste, por ka diçka shumë, duke qenë se është një iniciativë personale e Trumpit, unë besoj që nuk i mbijeton dot Trumpit si president të Republikës. Besoj që do të bjerë në momentin më të parë, në momentin që Trumpi largohet, sa kohë që brenda për brenda nuk ka interesa të tjerë. Pastaj cili është interesi për dupliku organizma ndërkombëtar? Efektiviteti. Efektiviteti çfarë? Si do ndërhysh? Efektiviteti, sepse OKB-ja OKB-n e bëjnë antarët. Një instrument i pafuqishëm për të ndryshuar realitetin terren, për shkak OKB-n e bëjnë antarët. OKB-ja ka lindë si një lloj instrumenti në cilin kanë qenë 5 aktorë kryesor dhe pastaj aktorë më të vegjël, të cilët janë munduar të zgjidhin çështjet natyrës, për problemet natyrës globale. Kur këto antarë futen në konflikte, fjala vjen në Rusia, që është antar e Këshillit të Sigurimit etj. Dhe nuk e respekton OKB-n, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e zbrazin OKB-n nga kuptimi. Atëherë OKB-ja do të zbrazë. OKB-ja jeton ose një organizatë ndërkombëtare jeton jo për shkak të frymës që ajo krijon, por për shkak të antarëve që urojnë frymën. Endri, si e shikon faktin që pothuajse të gjitha vendet europiane, të Bashkimit Evropian që të jem korrekt, e bojkotuan, e refuzuan, prezent në atë firmosjen e themelimit, kemi vetëm Hungarinë edhe Bullgarinë, më duket mos gaboj. Edhe Bullgaria s'merret vesh sepse si është ka pas dyshime se si është. Jo, ideja është si e lexon këtë sjellje të Europës, të refuzim të Europës. Po, nuk është vetëm refuzimi i Europës, është dhe refuzimi i Rusisë, është dhe refuzimi i Kinës. Rusia tha, ne jemi gati të marrim pjesë, po $1 miliard dhe refuzim. Ti paguajmë ato ase edhe ngrira. Tani, po të ishte të gatshme dhe të bënte këtë veprim, Rusia do ishte aty siç është Bielorusia. Pra, mund ta kishte bërë një edhe përfaqësim është tërhequr në diçka. Okej, gjithsesi. Nuk është vetëm Evropa që i ka thënë jo, është njëkohësisht edhe Kina që i ka thënë jo. Është njëkohësisht edhe, po themi, Rusia që në një farë mënyrë nuk ka marrë pjesë aty, plus ke vende të tjera të cilat nuk janë përzier me këtë, sepse nuk mendojnë që politika e tyre të jashtme duhet varet nga Trump. Pra, mënyra se si është ndërtuar ai bordi paqes, po të shikosh statutin, është praktikisht Trump që vendos për të gjitha. Dhe ata aty janë thjesht këshilltar, ose mund të vendosin, po themi, me shumicë votës, bile edhe në mënyrë unanime mund të vendosin për një çështje të caktuar, po në fund fare është Trumpi mund të vendosë veton, edhe kjo s'bëhet. Pra, gjitha ata shtete që cilat ka një farë respekti për politikën e tyre të jashtme, normalisht nuk janë aty, sepse nuk mendojnë që politika e tyre e jashtme do varet ose jo nga vetoja e Trump. Në këtë kuadër nuk është vetëm Evropa që ka thënë jo, ka thënë jo Rusia, ka thënë jo Kina, pra India nuk është aty, pra gjithë që janë fuqi të mëdha, normalisht nuk shkojnë aty, sepse e dinë që politika e jashtme nuk funksionon ashtu. Ti merr cili është interesi i Azerbajxhanit tjetër aty? Përveç se të luajë një rol, për shembull, Aliyevi ka ndërtuar një politikë të jashtme, e cila jo vetëm ka qëndruar mes Turqisë edhe Rusisë, por po tenton që të dalë edhe jashtë kësaj skeme. Me cilin aktor do dalë jashtë skemës? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull,
pak vetë e din, për shembull, po Azerbajxhani është furnizuesi kryesor i Izraelit me naftë dhe me edhe me Izraelin, po edhe në Izraelin ka. Ai që është presidenti i Azerbajxhanit mundohet që të marrë një rol çik më tepër dhe qëllimi vetëm i pjesëmarrjes në atë tavolinë është që të jesh në një tavolinë ku diskutohen gjëra. Sepse fundi do jetë Trump ai që do vendosë se çfarë do bëhet me atë gjë. Pra, në këtë kuadër të jesh prezent në një tavolinë ku diskutohen gjërat duke si gjë e mirë. Problemi është pastaj tek reperkusionet që mund të kesh, nëse po themi ajo tavolinë aty merr vendime të cilat pastaj përplasen me interesat e Evropës apo me interesat e ti mund të ikësh nga ajo tavolinë sipas një draft statuti që kam lexuar në çdo moment. Po pastaj do marrësh reperkusione është e Bashkuar Amerikës, e Trumpit, jo është e Bashkuar. Pra Trumpit i ngel hatrin nëse ti largohesh aty, pra afrohesh një herë pastaj thua do iki. Merr misinë e Trumpit, njëkohësisht do jesh edhe i pabesueshëm edhe në sytë po themi BE-s, nëse do përplasen me BE-n për të qenë pra është pikpyetja më e madhe dhe ajo për cila nuk është diskutuar as në Parlamentin shqiptar ishte çfarë përfitojmë dhe cilat janë rreziqet nga pjesëmarrja në organizme. Do dalim te Kosova dhe Shqipëri, te Ballkani, Kosova dhe Shqipëria. Nëse kujtohet në operacionin Iraqi Freedom në 2004, mos gaboj. Alianca aso kohë përfshinte edhe disa vende europiane, të cilat Danimarka, disa vende tjerë, Bullgaria, Polonia, ishin gjitha vendet, një pjesë e vendeve lindore që sapo ishin futur ose do futeshin në NATO. Merrte pjesë edhe Honduras, Shqipëria, vendet vogla dhe kur nuk morën pjesë as Franca dhe as Gjermania, viheshin duke pikërisht kjo që kjo aleancë e madhe që ishte krijuar në fakt ishin vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, disa vende që më tepër avalonin ose i jepnin formë, justifikonin politikën e jashtme amerikane. Bordi paqes duhet parë kështu. Pra aty ka me dhjetra interesa mikro që lidhen dash me permanencën në pushtet, me legjitimimin mbajtjen e pushtetit, mënyra se si është shit bordi paqes nga Rama është kjo është forma me cilën është shit. Raporti personal që unë kam me presidentin Trump. Është kjo, janë mikropolitika rajonale, vendet që duhet mbijetojnë, edhe lider që duhet mbijetojnë politikisht në ambiente në rajone të nxehta. Kjo është prezencën e Kosovës aty. Po prezenca e Kosovës, unë jam mungesën e Albin Kurtit dhe këtë dua thjesht ta diskutuar, sepse është hedhur si pak a shumë si një është një lloj spekulimi i madh, sikurse ishte spekullim që Rama do merrej me helikopter nga Simaduro. Pak a shumë ky është spekulimi. Në mënyrën se është ndërtuar shteti i Kosovës, presidenti i Republikës ka një akses në politikën e jashtme. Në nivele larta, Kosova është përfaqësuar me kryetarin e shtetit. Mund të ishte kryeministri, mund të ishte presidenti, unë me sa e kam ndjekur politikën e jashtme të Kosovës, Vjosa Osmani ka qenë në shumë takime ndërkombëtare prezente. Pa qenë Albin Kurti, pa qenë kryeministri. Dhe nuk shoh në një problem shumë të madh. Nëse do t'i japësh valencë më tepër Vjosa Osmanit kundrejt Albin Kurtit, nuk kam një problem shumë të madh. Për diskutuar gjitha ato fenomene që shikojmë në media. Ta diskutojmë Vjosa Osmanin si personazh i cili është i besueshëm për politikën e jashtme amerikane në Kosovë. Dhe kjo mund t'i japi një farë krediti ose mund t'i japi një farë avantazhi në përpjekjet për mandatin e dytë të saj, mund ta shohim edhe kështu. Unë mendoj që situata është shumë e thjeshtë, të paktën sikur si e shoh unë, shumë e thjeshtë. Në Kosovë presidenti ka akses në politikën e jashtme, e shfrytëzon. Dhe për mua shumë në rast se Vjosa Osmani kryen përfaqësimin e Kosovës në arenë ndërkombëtare, bravo i qoftë. A e fut kjo Kosovën në raportet vështira me Bashkimin Evropian, fjala vjen duke qenë se Bashkimi Evropian e ka refuzuar. Neve e shohim Kosovën nga Ballkani. Por në qoftë se ti e shef Kosovën me sytë jo të Evropës, po me sytë e një analisti të mesëm në Europë, Kosova konsiderohet ose nga sektor të majtës anti-amerikane në Evropë, Kosova shihet si një shpikje amerikane. Dhe për këtë arsye, roli i Kosovës në këtë forum bëhet jo i rëndësishëm, po mund të themi është logjike e raporteve të Amerikës me Shtetet Bashkuara të Amerikës me Kosovën. Ka një problem shumë të madh.
Neve Kosovën e shohim si një emanacion të dëshirës popullore për liri etj. Etj. Por në Europë Kosova shihet si një krijesë, pak në një segment i të majtës anti-amerikane, si një krijesë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuptim ne mund ta shohim si një vendim shumë solid, nëse do të bëjë një lloj paralelizmi, në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë sekuestrimin, rrëmbimin, vënien në gjykim të Maduros, kryeministri Albin Kurti ka qenë një nga të parët i cili e ka përshëndet, le të themi. Në këtë kuptim, raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që janë dhe nuk se interferojnë raportet e Kosovës me... Në rrafshin më të ngushtë nuk interferojnë. Shtetet europiane në raport me Bordin e Paqes kanë kritikat e tyre. Në momentin që Shtetet e Bashkimit Evropian do të kenë një politikë të jashtme më koherente, do veprojnë në unison, do t'ja subordinojnë politikën e jashtme finaliteteve të Bashkimit Evropian, atëherë shumë vende do të detyrohen të zgjedhin, o me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o me Bashkimin Evropian. Endri, kemi në këtë bord paqe kemi ftesa për Edi Ramën dhe për Vjosa Osmanin, ndërkohë nuk kemi ftesë për Maqedoninë, nuk kemi ftesë për Serbinë, nuk kemi ftesë për Malin e Zi. Ka pasur ftesa për ato, por nuk janë përgjigjur. Serbia ka pasur ftesë për Serbinë. Nuk ka qenë, ka qenë rreth 60 e ca shtete në të cilat janë ftuar, disa pite edhe më tepër, por nuk janë shprehur. Pra, kanë qëndruar në një farë mënyre të heshura. Nuk është nisur vetëm për... E ke informacion këtë se ajo... Vučići, po pra, është informacion pra që ka bajtur ftesa se nuk janë vetëm në Davos dukej sikur... Po nuk janë shprehur për këtë. Sepse kanë ato pikpyetjet e veta në kuptimin që nuk duan që të futen në një tavolinë në të cilin pastaj shikojnë rrisje të mëdha. Dakor. Dhe si e shikon praninë e shqiptarëve aty, domethënë dy shteteve shqiptare? Si e lexon? Nga ana e asaj kuptimit që ti jesh prezent në vendet ku flitet, pra në tavolina në të cilën fliten, është mirë që të marrësh pjesë në ato tavolina. Pra është mirë që ti jesh në një tavolinë ku flitet për gjëra të ndryshme, qoftë edhe për të qenë prezent me mendimin tënd, pavarësisht se mendimi jot edhe mund të mos të merret parasysh. Dhe sido që të jetë në një farë mënyrë arreshtohesh si një vend i cili ka po themi një prirje pro-amerikane, pavarësisht vendit ku ndodhet ose situatës ku ndodhet, siç po themi rasti i Shqipërisë dhe Kosovës, pavarësisht se ne jemi ose Orbani për shembull që jemi në Evropë, domethënë, si vende kemi prirje pro-amerikane dhe kjo në një farë mënyrë të jep pik në sytë e Trumpit apo të jep pik edhe në sytë edhe e atyre që do vinë administrata mbrapa Trump, që mund të vijë dhe mund të shikojë si një vend që je vend i besueshëm për interesat amerikane. Dhe kjo, në këtë drejtim, kjo është diçka e mirë. Përsa i përket rastit të Kosovës, nuk du të harruar që sot, për shembull, fakti që Kosova është aty është dhe fakti i dobësisë së politikës jashtme të Evropës. Ti ke akoma dhe sot e se dite, 4 vende evropiane nuk e njohin Kosovën. Ti ke Spanjën, e cila domethënë në mënyrë absurde nuk e njeh Kosovën, sepse nuk ka asnjë justifikim për mos e njohur Kosovën. As Rumania s'ka asnjë justifikim. Po them Spanja dikur thoshte për shembull un kam rastin e Katalunjës, pra nuk dua që të kem këto problemet me këto provincat e këto të tjera, të pastaj Spanja shkon njeh Palestinën që s'ka as territor caktuar, as vetë qeverisja, as gjë. Ndërkohë që ke Kosovën që është stabil prej 20 vjetësh, 25 vjetësh, u bë çerek shekulli dhe nuk e njeh. Domethënë nuk bën sens qëndrimi i Spanjës në këtë drejtim. Rumania pastaj ka pikpyetje pse nuk e njeh. Ke Orbani i cili prapë është problematik. Po të paktën këto ka një farë justifikimi kuptimin e aleancës së vjetër hungareze serbe apo rumune serbe që kanë qenë aleancë që në luftat ballkanike, por që bëjnë sens, po themi, në kuadrin historik përsa i përket Rumanisë dhe Hungarisë. Por Spanja nuk bën sens asgjë. E qartë. Dhe tani, kur ti ke këto vende të cilat nuk e njohin Kosovën dhe kanë kaluar më shumë se çerek shekulli që Kosova është e pavarur, dhe BE-ja nuk ka ecur në këtë drejtim, kjo paaftësi pasaj e
BE-s për t'i dhënë zgjidhje vetë problemet vete, sepse Kosova është problem evropian, nuk është problem amerikan. Kjo e ka bërë që ne të kemi syt në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo pa të drejtë, sepse fundit i vetmi që detyroi Vučićin që të ulesh në tavolinë dhe të firmosën, nëse mbani mend, ka qenë Trumpi që e solli në tavolinë për të firmosur, pra e çoi në shtëpinë e bardhë dhe ja vuri letrën para dhe i tha firmosur. Pra ky ishte i vetmi që e bëri këtë punë. Ndërkohë që kur ishte po themi marrëveshja e orët, Vučići u largua nga tavolina, tha se firmos, tha do e firmos më vonë etj. Pra mënyra se si Evropa i trajton vetë çështjet e brendshme të bën ty që ti të kesh syt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur situata të cilat kanë të bëjnë po themi me atë që është aspirata tona për një Kosovë e cila të jetë edhe e pranueshme në rangun ndërkombëtar, po edhe të rrisi prestigjin e vet, edhe të ketë mbështetjen e vazhdueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që e ka pasur gjithmonë. Dhe që mendohet që do ta ketë akoma. Rasti konkret, po themi, mirë është edhe të jesh në tavolinë, po themi edhe Kosova me Orbanin aty, të jemi edhe ne, po themi, sepse Orbani është ai i cili ka, por që të jesh në tavolinë me të, sido që të jetë në një farë mënyre, edhe legjitimohesh në sytë e Orbanit si një interlokutor, pra një bashkëbisedues në një tavolinë më të madhe. Në NATO. A do futet të kishin futur në NATO nëse do ishin marrë pjesë në operacionin Iraqi Freedom që na e kërkuan? Nuk besoj që do ishin fut. Kupton, është jo, dakor. Raporte politike, një interes kombëtar i cili lidhet pasdietshmërisht me një fuqi shumë të madhe. Kjo është shumë logjike. Ndërkohë një nga çështjet që u diskutua më së shumti edhe në fjalimin e Trumpit ishte çështja e Groenlandës. Flasim edhe për Europën, por Groenlanda do të na çojë rrjedhimisht edhe tek raportet e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Europën. Ka patur një framework, një kornizë bisedimesh, ka folur sekretari i NATO-s Mark Rutte, i cili në një farë mënyrë ka folur për një dakordsi. Trump është tërhequr nga tarifat që do të hynin në fuqi në një shkurt meç më kujtohet. Pra, si e vlerëson këtë përplasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Europën për Groenlandën? Po, përplasja e Shtetit Bashkuara të Amerikës me Europën për Groenlandën do të ketë impakt, kam përshtypjen dramatik në marrëdhëniet europiano-amerikane. Dhe këtu kam përshtypjen vetë do të jetë në dy aspekte. Ose do të jetë fundi i NATO-s totalisht, ose mund të jetë edhe fundi i Bashkimit Evropian. Për shkak në rast se nuk ka ndonjë lloj dakordësie më madhore mes vendeve të BE-s se si duhet i përgjigjen sfidës amerikane. Në rast se vendet europiane do të ndërtojnë një politikë vendore ose autonome, raport me qëllimin e përgjithshëm që mund të jetë rujtja e statu quos në momentin që jemi, dhe diskutimi i çështjeve që kanë të bëjnë me disa aspekte të cilat i bashkëndajnë, pra bashkëndajnë edhe nga interesat europian, më të gjerë edhe nga interesat amerikanë. Unë po dëgjoja sot një intervistë presidentit të Finlandës, i cili mbahet si një nga personat që është më afër ose që ka një komunikim shumë të mirë me presidentin Trump. Dhe logjika e diskutimit ishte kjo. Neve ose vendet që kanë interesa në zonën e Arktikut janë Norvegjia, Suedia, Finlanda, Danimarka. Po flet për europian. Po flet për europian. Po të thushe futesh dhe Britaninë e Madhe që është aty në zonën e detit veriut, aty është Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe pastaj është Rusia. Këto janë shtetet që kanë hapësira, kanë qasje. Ne tha presidenti Finlandës, jemi shtet i vogël. Kapaciteti jonë për ta imagjinuar sigurinë varet nga resurset ekonomike që kemi. Kapaciteti i Shtetit Bashkuara të Amerikës për ta imagjinuar sigurinë e tyre varet natyrisht nga kapacitetet që kanë. Dhe për këtë arsye, nëse është vetëm çështje sigurie, atëherë normalisht që brenda NATO-s, brenda aleancës që kemi, mund të ndërtohet një logjik për të rritë kapacitetin apo sigurinë në vend. Po në një analizë tjetër që bëheshe, tregoi se si Groenlanda ka qenë e rëndësishme në luftën e dytë botërore, u rrit rëndësia në luftën e ftohtë,
nga viti 86 rëndësia e Groenlandës si zonë strategjike është ulur. Dhe është rrit në momentin kur Trumpi ka shprehur si interes Shtetet Bashkuara të Amerikës Groenlandën. Dhe interesi lidhet të paktën në 3 aspekte. Në aspektin ekonomik, mineralet, në aspektin e rrugëve tregtare, meqense është një rajon i cili është prekur më shumë nga grogë globale, pavarësisht kësaj nuk është stabil nga pikpamja meteorologjike dhe bën vështirë dhe qarkullimin. Aspekti tjetër dhe i rëndësishëm është aspekti i sigurisë, sepse është rruga më e shkurtër që mund të përshkrojnë raketat që mund të vinë nga Rusia ose ato që shkojnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë. Dhe në këtë kuptim, qoftë është vetëm çështje sigurie ose vetëm çështje rrugësh tregtare, është shumë e zgjidhshme. Shumë e zgjidhshme pasi nga një bazë, 2 baza mund të jetë 10 baza. Aleanca transatlantike nuk është se lindi dje apo sot. Ka qenë gjithmonë dhe pse Trump e ka pretenduar se kjo është Trumpi ka një diçka, unë me sa kam kuptuar ne anashkalojmë aspektin njerëzor. Pra rëndësinë e aspiratës personale që mund të ketë një lider shteti në raport me fuqinë që i projekton shteti, që i jep. Dhe shpeshherë në disa nga shpjegimet që janë dhënë, Groenlanda mund të shihet ose Trump mund ta shohë Groenlandën si në kuptimin më klasik dhe imperialist të fjalës, ku i ofron, i jep një territor Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra e shton sipërfaqen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mund ta shohësh në këtë pikë. Fakti që është arritur deri aty, saqë të ndërtoj edhe një marrëdhënie gati armiqësie me Kanadan, është e frikshme. Kanadaja nuk ka qenë kurrë asnjë që nga shekulli 19, gjysmë e parë e shekullit 19, nuk ka qenë asnjëherë rrezik për siguri për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Endri, sipas New York Timesit raportohet që një marrëveshje që mund të jetë e Shtetet Bashkuara të Amerikës për Groenlandën mund të jetë e ngjashme me atë të Britanisë me Qipron. Dhe ka disa pika. Shtetet Bashkuara do të kenë aty disa vende, small pockets of land brenda Groenlandës. Shtetet Bashkuara do të përfshihen në të drejtat për mineralet e Groenlandës. Rusia dhe Kina nuk do lejohen që të futen në asnjë mënyrë aty. Do të instalohet ajo që konsiderohet Golden Dome. Të lutem, vetëm një ndërhyrje Redo, edhe e mbyll pastaj ende, më fal. Do ta mbaroj dhe këtë pastaj ndërhyrje dhe e fundit është hap dyert për investimet infrastrukturore të Po t'jap vetëm një shembull vërë për politikën e jashtme Shtetet Bashkuara të Amerikës duke pas parasysh rrethanat historike. Lufta e dytë botërore. Danimarka pushtohet nga Gjermania. E di çfarë ndodh Groenlandës? Pushtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Islanda, shtet independent, pushtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të dyja këto vende më pas, sidomos me Islandën dhe me Danimarkën, pushtohet në kuptimin klasik të fjalës. Fatikisht u lidh një marrëveshje nga ambasadori. Se është interesante. Interesante kjo. Qeveria e Danimarkës shkon në Londër, nuk ka sovranitet mbi territorin, se s'ka as ushtri as gjë. Dhe nënshkruhet një marrëveshje mes qeverisë që njeh Britania e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pushtohet. Natyrisht aty nuk kishte forca gjermane. Nuk e di a kanë zbarkuar ndonjëherë gjermanët në Groenland. Prit, Islanda, shtet independent, pushtohet. Natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e aneksojnë Islandën, por vendosen Islandë, të rinë duke ditë nga vitet 50 dhe tërhiqen. Do të them këtë, që në qoftë se ti e shef nga pikpamja e mënyrës se si shteti logjikon sigurinë e vet, e kanë bërë. Dhe në qoftë se është çështja e sigurisë, natyrisht me të njëjtat terma mund të bëhet pa kaluar në aneksim. Nevoja gjatë luftës së dytë lindi për faktin që ishin karavanet e anijeve, të cilat ndihmonin Bashkimin Sovjetik në atë kohë, kalonin në detin e Veriut, kalonin në zonën e Atlantikut Veriut komplet dhe kalonin afër Groenlandës, kalonin afër Islandës. Dhe normalisht shërbenin edhe si baza logjistike, po edhe si pika për të siguruar, po themi që nuk kishte ndonjë infiltrim gjerman në atë zonë. Pra, karavanet ishin më të sigurta, të kishin të baza aty kur të kalonin. Sepse kalonin që aty edhe shkonin në
do të thënë, po ta shikosh në hartë, pak a shumë, kalonin do të thënë nga Amerika, kalonin këtu në këtë zonë dhe shkonin futeshin sipër Norvegjisë, port të lirë, do të thënë në luftën e parë, Murmansk, ose në Arkangelsk. Dhe shkonin direkt këtu. Do të thënë e Polis. Kjo ishte arsye që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të interesuar që të mos kishte prezencë gjermane as në Groenland as në Island, pikërisht për faktin që për të siguruar këtë lëvizshmëri të karavaneve. Dhe vendosën prezencën aty e cila u bën në marrëveshje me qeverinë, po themi daneze, e cila normalisht nuk është se kishte kontrollin, por edhe nuk mund të kesh kontrollin. Tani Groenlanda është një lloj sikur shkosh polin e veriut. Do të thënë është një vend i cili gjitha ishu që shikonti ka vetëm 60 km rrugë. 50.000 banor. Dhe 60 km rrugë sepse gjithsej. Aq. 50.000 banor. Mund të jetë, do të thënë është shumë i vogël. Pjesa tjetër pse është e gjitha është me akull, është temperaturë jashtëzakonisht të tmerrshme, domethënë, dhe po ta shikosh edhe nga pikpamja atyre që thuan ta nisim me mineralet e rralla një herë. Mineralet e rralla sot ata në botë ka 1.ca% të mineraleve të rralla në botë. Groenlanda. Tani 47% i ka po themi Kina, rreth 24% i ka Brazili. Dhe Groenlanda është po themi në vendin e 8 në botë, pavarësisht se sipërfaqes shumë të madhe, është vendi i 8 me 1.ca%. Edhe Vietnami ka 4% të mineraleve. Vietnami është më i pasur se sa Groenlanda për sa i përket mineraleve të rralla, 3 herë më shumë se sa Groenlanda. Për të dhënë idenë, nuk është kjo mrekullia e mineraleve të rralla që është aty. Dhe për më tepër mineralet të rralla aty nuk shfrytëzohen dot për shkak të kostove të jashtëzakonshme që duhet. Për t'i nxjerrë. Jo vetëm për t'i nxjerrë, do të thënë po edhe për t'i transportuar, sepse ajo është atje, do të thënë transporti që bëhet atje s'ka infrastrukturë fare. Do të thënë transporti që bëhet aty o bëhet me slita me qen, do të thënë këto transporti toksor ose duhet bërë nga ajri nëpërmjet po themi avionëve dhe ose nëpërmjet detit, por që duhet kalosh prapë në parakullaja. Pra, kostoja për të nxjerrë ato minerale është e jashtëzakonshme. Kjo është arsye që ato burime minerale që kanë qenë aty nuk janë shfrytzuar, sepse nuk ja vlen bara që ran. Më shumë harxhon, është kosto më e madhe për të nxjerrë ato minerale se sa për të përfituar nga minerale. Cila është arsyeja, Endri? Dhe arsyeja është kësaj përplasje të Europës me SBA-n. Nuk është përplasje e Evropës me SBA-n, është me Trumpin në vetvete. Makroni ke parasysh atë mesazhin që nxorri Trump? Kanë tentuar disa herë blerjen e Danimarkës, Groenlandës, që në 1860 domethënë që kanë bërë propozimin e parë. Sepse ashtu janë rritur. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë blerë territorin e Luizianës, për shembull, dhe blenë francezët, që u rritën Kaliforninë, me Kaliforninë, me Alaskën, me të tjerë. Pra, vazhdimisht kanë tentuar këtë për t'u zmadhuar duke blerë territore, duke shmangur, po themi, atë pjesën e luftës me fqinjët, ose me ata të cilët kishin territoret. Dhe 1860 kanë bërë ofertë, 1910 kanë bërë ofertë, prapë 1940 kanë bërë ofertë, 46 diçka e tillë, kanë bërë një ofertë tjetër. Në 50 prap kanë tentuar ose kanë bërë një kërkesë për ofertë. Pra gjithmonë ka qenë kjo ide që detyron Trumpin të futet në këto përplasje, po themi, që mund të shkojnë edhe në pikën asaj që tha Klini, skenaret. Ka një diferencë tani me traktatin pavarësisht se Trump thotë nuk ka kuptim, thoshte një nga deklaratat e hershme Trump ose para një jave ishte që nuk ka kuptim, thoshte që ti zbarkove disa varka para një vark, po. Zbatove një vark, po. Para 500 vjetësh. Para 500 vjetësh ti të quhesh që je pronar. Që kjo ka dy probleme. Problemi i parë është që vetë europianët vajtën në SBA me ca varka, domethënë me i flauë, se është pak a shumë një periudhë. Me i flauë. Dhe e dyta punës pastaj ka të bëjë edhe me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës me traktatin kur janë shitur ishur Virgin në 1917, Danimarka ka pasur dhe disa ishur në paqësor, mbretëria e Danimarkës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë bler këto ishur Danimarkës, janë bler me dhe në atë traktat që kanë lidhur njohin dhe sovranitetin mbi Groenlandën të Danimarkës. Kështu që edhe me letër e kanë të shkruar që unë njoh sovranitetin tënd. Kështu këto deklaratat e Trump janë pak. Për çfarë mendon se Trump? Atëherë ideja e Trump ishte luftë. Po tani për dhënë kontekstin e ngjarjes në Groenland gjatë luftës tot ka pasur 17 baza amerikane të përhapura në ishull, në të cilën kanë qenë rreth 10.000 ushtarë amerikanë.
10.000 ushtarë amerikanë në Groenland? Në Groenland, gjatë kohës luftës totë, në vitet 50 ca e mbrapa. Kuptoj. Dhe me kalimin e kohës, filluan pastaj edhe duke u zbutur tensionet, po edhe duke ndryshuar teknologjia. Pra, në fillim në Groenland i ke pasur bazat e B-52-shit, ose B-27 që ka qenë bombarduesit amerikanë. Tani me kalimin e kohës, bombarduesit filluan të merrin distanca më të gjata. Tani për shembull është B-2-shi, i cili i ka, po themi, është në Amerikë, pra nuk ka nevoja që tani që të jenë aq afër Rusisë apo aq afër sepse mund të nisen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe radarët për shembull në fillim duhet të ishin çik më aty afër, tani mund të jenë në një vend tjetër. Pra, duke ndryshuar teknologjia në një farë mënyre, i njëjti funksion që kryhet duke që mbajtur trupat aty mund të kryhet duke kryer në vende të tjera për të cilat është më lehtë mirëmbajtje. Sepse problemi ishte gjithmonë mirëmbajtja. Të gjithë ata ushtarë që ishin aty, 10.000 ushtarë, ty duhet t'i mbajë me ushqime, me gjëra, me furnizime, dhe e gjitha kjo duhet bërë në një terren në të cilin shkojnë temperaturat -40, pra praktikisht zëre se kishte çuar një ekspedit në polin e veriut me 10.000 veta dhe duhet t'i mbajë vazhdimisht me bukë. Dhe jo vetëm që duhet t'i mbajë vetëm me ushqime, po çfarë do lloj pajisje aty duke qenë në temperatura ekstreme. Prishe shpejt dhe kishte nevojë për mbajtje. Kjo ishte arsyeja që Shtetet Bashkuara të Amerikës dalë e zbutën këtë prezencë, pra na 10.000 që ishte kulmi në 1990-ën kur ndodhi kjo ishte 3.000. Ishte 3.000 dhe tani ngelën 300 e sa ushtar. Pra na 10.000 që kanë qenë në fillim, në 1990-ën ishin 3.000, tani ishin 300 peca, të cilët janë vetëm në një bazë të vetme. Bazat e tjera i lëshuan Groenlandës dhe i thanë që mund t'i përdorosh ti Groenlandës. Ose kanë gjelë. Pra, dhe kjo gjë, danezët për shembull nuk ishin kundër që në fillim thoshin ato bazat që keni pasur mund t'i përdorin prapë. Danimarka ka qenë gjithmonë e hapur ndaj idesë, pra nëse Danimarka nga vendet skandinave është vendi më pro-amerikan. Po, edhe nga vendet e Balltikut është vendi më pro-amerikan. Dhe Danimarka është në ata të cilët i ka thënë Trump që mund t'i përdorosh bazat pra pa ndonjë problematik të madhe, nëse është sidomos nëse është dhe në kuadër të NATO, sepse normalisht shikohet edhe si mburoj edhe për NATO-n. Jo vetëm kaq, por ka thënë që mund të shfrytëzosh edhe mineralet e rralla. Pra, merr një firmë amerikane dhe mund të futet aty. Problemi janë kostot. Deri në këtë moment, janë kostot që janë jashtëzakonisht të larta. Trump tani tentoi në fillim të presioni Trump ka qenë maksimal duke lënë të hapur dhe mundësinë e përdorimit të ushtrisë. Po, shkuan në trupa europiane. Për ta friksuar Danimarkën dhe Groenlandën, për ta detyruar që të kishte një farë zgjidhje diplomatike për ta shitur ose sikur vetë trupi vetë qeverisës si Groenlandës, se Groenlanda është vetë qeverisje, të shpalte një farë, po themi, pavarësi dhe pastaj një bashkim me Shtetet Bashkuara. Kjo ishte loja e Trump. Presioni që ishte për ushtrinë ishte pikërisht për këtë gjë. Tani në çpikë jemi Endri. Në këtë pikë Trump ushtrinë e kishte të vështirë ta përdorte, 90% e amerikanëve ishin totalisht kundër përdorimit të 17% vetëm ishin pro. Jo, 90% e amerikanëve ishin totalisht kundër përplasjes me çfarë lloj shteti evropian për Groenlandën. Ushtarakisht, me kam fjalën. Për të bler është tjetër gjë, por për plasë ushtarake nuk e donte. Dhe për më tepër janë dhe zgjedhjet që janë në fund të këtij. Dakor, po. Se duhet ta kaloj Groenlandën tani. Dhe normalisht në këtë kuadër Trump nuk është se mund ta përdorë ushtrinë, sepse mund të kalonte pastaj edhe në impeachment, pra shkarkim, akuza për tradhtik kombëtar e tjerë, sepse godet aleatët, pra hap luftë me aleatët aty. Pra në këtë kuadër Trump e pa bëri presionin maksimal, danezët rezistuan, Groenlanda vetë rezistoi dhe u kthye tek ajo marrëveshje që normalisht mund të ishte bërë që përpara një viti pa një bujë të madhe. Pra gjithë ky presion që ka qenë Trump deri tani, ka qenë një presion, si përmbledhje, një presion i cili është bërë herë më parë edhe nga Shtetet për ta blerë si territor. Diferenca e Trump me presidentët e tjerë përpara ka qenë fakti që unë mund të përdor dhe ushtrinë për ta bërë. Groenlanda dhe Danimarka rezistoi, u rikthyen tek aty ku duhet ishte që fillim që para një viti. Klet, ndërkohë çfarë po ndodh me, besoj 10 minuta, çfarë po ndodh me Iranin, pse mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga ai momenti, sepse u diskutua që ka qenë një telefonat e Netanyahut dhe refuzimi shumë shteteve në linjën e mesme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të godisnin Iranin. Ta godasin apo ta pushtojnë?
të futen në luftë me Iranin në rastin konkret. Atëre në gjithë vitin e kaluar ne pak a shumë dhe për arsye të rastit kemi monitoruar konfliktin dhe ajo çka kemi parë ka qenë kjo. Kapaciteti, projektimi ndërkombëtar i regjimit iranian është ulur në mënyrë drastike në lindjen e mesme. Nuk ka një krah operativ që është Hezbollahu, nuk ka një shtet të cilin e përdorte siç është Siria dhe ka një organizm Houthit në Yemen, cilët po ashtu janë gati thuajse të paralizuar. Në Irak nuk ka mbështetje shumë të madhe, ose më saktë shitet e Irakut nuk janë shumë të prirur drejt një lloj konfliktualizimit të situatës. Për këtë arsye, regjimi iranian për momentin është i izoluar nga pikpamja ndërkombëtare. Kjo është pak a shumë skema. Brenda për brenda është i dobët. Po shkojnë avionë, shikojmë nëpër media ndërkombëtare që një sekondë, ndërkaq brenda për brenda regjimi është përballë me një pakënaqësi popullore. E shtypi, arriti të mbijetonte, por ajo është një lloj plagë e madhe e cila mund të hapet në një moment të dytë. Në këto lloj konsideratash, është më mirë një regjim i cili e vun krizën e vet politike për brenda, sesa një ndryshim regjimi i cili ti nuk e di se çfarë orientimi ndërkombëtar do të marrë. Konsiderat tjetër shumë e rëndësishme. Në rast se ti i kthesh pak historisë, ishte në 2004, në 2005, më e rëndësishme që të rrëzohej regjimin e ajatollahëve në kohën kur Rusia ishte dobët, Kina nuk ishte këtë projektim që ka sot, sesa të rrëzohej regjimin e Saddam Huseinit. Bile duke pas dhe regjimin e Saddam Huseinit si aleat, po të themi. Shtetet e Bashkuara zgjodhen të rrëzonin Saddam Huseinit, sepse efektivisht pushtosh Iranin është një sipërmarrje e pa imagjinueshme. Është sipërmarrje. Po nuk kupton që tani më që Rusia dhe Kina nuk janë ato që ishin më përpara, kjo e bën të vështirë. Gjithmonë, në çfarë do lloj konsiderate, unë nuk di sot ndonjë general amerikan në shtab mund të kesh një plan për pushtimin e Iranit, por kostot dhe përqendrimi i forcave do ta çfazonte komplet aparatin e sigurisë. Nuk ja vlen barra që Iran pushtosh një vend i cili ka 80-90 milion, 100 milion banor, me të cilin ti nuk e di se si do reagoj popullsia. Kura më e rëndë se Ilaçi. Se Endri, si e shikon situatën në Iran, çfarë mendon se do të ndodhë, pak a shumë çfarë prodhuan protestat, pse u tërhoq SBA në kuptimin e një vendimi për të goditur, ndërkohë vendimi për të afruar trupa rreth e qark Iranit vazhdon të jetë në fuqi, sepse disa aeroplan mbajtëse, 2 apo 3 aeroplan mbajtëse arrin nesër me që lexova nëse nuk gabohem, ndërkaq kemi avion rus edhe kinez që njoftohet se kanë gjatë gjithë kohës po ndihmojnë me mbështetje logjistike Iranin. Pra, si e shikon këtë konflikt? Do të shkojmë drejt një përplasje, apo dhe nëse shkojmë drejt një përplasje, çfarë do të prodhojë ajo, apo do të vazhdojnë mbetemi tek teza që tha Kledi që mbase sipas kalkulimeve rënja e regjimit mund të konsiderohet diçka që mund të prodhojë një destabilitet për linjën e mesme. Mund të prodhojë destabilitet në kuptimin e asaj që mund të ndryshojë komplet situata dhe konfigurimi politik në rajon. Kjo është arsye pse vendet si Katari ose Arabia Saudite nuk duan që të ketë ndryshim regjimi në Iran. Është mirë që Irani të jetë ashtu siç është, mundësisht i dobësuar, pra që mos jetë aq agresiv ndaj qiem, po që të jetë ashtu siç është, sepse kemi një armik të jashtëm. Kemi pra shiitët, që është ndarje vjetër, domethënë midis muslimanëve dhe konflikt që është, po themi, 1400 vjeçar tashmë, në të cilin sunit dhe shiitët përplasen për dominim në atë rajon.
Kështu që një armik i jashtëm i dobësuar më shërben mua edhe për të qëndruar edhe për të legjitimuar si qeveri në sytë e popullsisë time. Nuk ka të bëjë me koston që thot Kledi. Do ishte ndryshe pastaj sikur aty të kishte një Iran i cili do ishte demokratik. Një Iran demokratik si shahu do ndryshonte gjithë konfigurimin politik në rajon dhe do të detyronte pastaj edhe këto vende të tjera që tashmë nuk e kishin më këtë përplasjen midis sunive dhe shiite, po të kishin presionin për reforma dhe demokratizim brenda vendit të tyre. Dhe kjo do i bënte monarkitë e Gjirit që të ishin pak më, pra do ishin në një presion të brendshëm. Rolin e Rusisë dhe Kinës, Endri. Kjo është arsyeja, pse mund të shkojmë tutit ata, pa në vendet e rajonit nuk është se ka qef që të ketë një ndryshim të Iranit. Nuk e kanë qef Iranin, e kanë kundërshtuar, janë përplasur, por duan që të jetë ashtu siç është, po i dobësuar. Por jo që të jetë demokratik dhe të jetë perëndimor në botë kuptim. Nuk e duan. Ose do fal, ta bëj një ndërhyrje tjetër. Do rritet një ndërhyrje të vogël. Irani është dobësuar me rrëzimin e shahut, pra ishte izoluar, më tepër se dobësuar. U izoluar kur para se të vinte shahu, ishte një nga aktorët më të rëndësishëm politik në rajon, i vetmi vend i cili Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë shitur edhe avion, cilët nuk kanë ngashit njeriut, pra dhe teknologji. Me rënien e Iranit, po Irani u dobësua dhe Irani ka ngrit në shahut dhe Irani ka ngrit profilin ndërkombëtar vetëm nga gjysma e dytë e luftës së ftohtë, duke përdor proxy, duke konsoliduar proxyt dhe ka qenë i rëndësishëm vetëm në 15 vjetët e fundit. Pra, vendet nuk e duan, pra ato që janë nuk e duan që një Iran aty të jetë Iran demokratik me vlera perëndimore. Pse ishte kjo, cila ishte arsyeja? Arsyeja pastaj se fillon do ketë presion mbi ato, sepse Irani ka qenë monarki kushtetuese, pra ka qenë në një farë mënyrë, kurse këto janë monarki absolute, vendet e Gjirit, Arabia Saudite, Katarit e tjerë janë monarki absolute. Dhe një monarki kushtetuese e ngjashme po them me Britaninë, në cilën është model më i avancuar. Është model më i avancuar në cilin dhe njerëzit që janë poshtë kërkojnë që të kenë pjesë në pushtet. Pra, populli poshtë thotë mos vendosi ky për gjithë, apo dua dhe unë të jemi përfaqësuar nëpërmjet. Dhe kjo do ishte presion mbi monarkitë absolute të Gjirit që të demokratizoheshin në një farë mënyrë. Kjo është arsyeja që nuk duan një Iran të tillë. Rusia dhe Kina ende që ta mbyllim për sa i përket Iranit. Irani është jashtëzakonisht keq nga ana ekonomike. Për dënë iden, Irani dikur, kur ka qenë shahu, 79, vlera e shkëmbimit, Irani me reale, se ishte shumë i ngjashme në Shqipërinë, ishte 1.70. $1 ishte 70 rial. Edhe Shqipëria aq ka qenë 1.70 lek, ka qenë dollari në atë periudhë. Sot Irani e ka $1 me 1.500.000, 1.600.000. Ka një krizë thellë ekonomike. Dhe GDP-ja për frym ka ngelur një lloj si në 79. Pra është një lloj sikur Shqipëria të ngelte 1990. E diskutojmë, por nuk kam kohë. Dhe kjo e ka bërë që trazirët aty të jenë jo vetëm për pjesën politike, po të jenë edhe për pjesën ekonomike. Sepse janë realisht sikur sot të ishte, po themi, një ekonomi tjetër, pra të kishte vazhduar me ritmin e shahut. Ekonomia e Iranit nuk do ishte 300 miliard ose 400 miliard, po do ishte 3 trilion. Për Rusinë dhe për Kinën, se thamë për vendet e Gjirit janë interesuar. Rusia dhe Kina kanë interes që të ndryshojë. Nuk janë interesuar që të ndryshojë sepse Irani është pjesë e BRICS-it. Pra, në kuptimin e rreshtimit jo vetëm ekonomik, po edhe ushtarak dhe politik me vendet si Rusia dhe Kina. Dhe kjo është arsye që tashmë, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke ofruar grupin goditës Abraham Lincoln në Oqeanin Indian, njëkohësisht avion transportues rus dhe kinez janë duke transportuar mallra për të cilat nuk dihet sepse janë mallra sekret. Pra dihet që janë avion ushtarak dhe po çojnë aty. Dhe kjo të jep përshtypjen që në Iran do ketë një përplasje. Do ketë të jep përshtypjen sepse palët parafron nuk i jep urdhër kod dikush një aeroplan mbajtje për të lëvizur nga deti i Kinës të jugut, ku ishte grupi një përplasje dhe çfarë skenari mendon sepse në të njëjtën kohë që trupat, po themi, pra ka transport logjistik nga ana e Rusisë dhe Kinës në Teheran me avion ushtarak, në të njëjtën kohë ke përqendrim të avionëve cisterna rreth rrotull.
ke njëkohësisht afrim të grupit goditës Abraham Lincoln dhe njëkohësisht ke afrim edhe të transportit logjistik në Izrael për raketat për bateritë Patriot. Pra, po mendohet që mund të ketë një goditje, pra gjithçka që shikon nga ana ushtarake të jep përshtypjen e një goditjeje të mundshme të Iranit në që mund të jetë në momentin kur grupi të pozicionohet dhe gjithë palët pozicionohen mirë në rajon me resurset e veta. Goditja në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndodhi. Që goditja në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndodhi para një jave sepse nuk kishte resurset mjaftueshme në terren për të kryer një goditje. Goditja që do ndodhi kë do ketë si objektiv? Objektivi ushtarak. Objektivi ushtarak është në kuptimin e goditjes së infrastrukturës ushtarake. Pra, ajo që mund të shikohet është një fushat ala siç ndodhi në rastin e, po themi, luftës me Izraelin, në cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të marrin kontrollin e hapësirës ajrore, atë gjë që i bën dhe Venezuelës, dhe duke pasur kontrollin e hapësirës ajrore, çfarëdo lloj kolone, po themi, që mund të niset pastaj për të goditur protestuesit, mund të goditet në ajri. Pra, ideja është që pritet një lëvizje e popullit për të kryer këto veprime, sepse sulm ushtarak me trupa komptoria është e mundur. Një skenar si Sirisë endre si e shikon? Një skenar si Sirisë është i vështirë për të ndodhur në kuptimin që grupet armatosura, grupet armatosura të xhihadistëve, të ISIS-it e tjerë përdoren siç u përdorën në Siri. Kjo është kriza më e madhe që ka kaluar ndonjëherë regjimi iranian i ajatollave. Kjo është kriza më e madhe. Kjo është kriza më e madhe në absolutisht. Dhe për Donald Trump është rasti i artë që t'i heqi një aleat Kinës, sepse Kina është blerësja kryesore e naftës të Iranit, që është në çmimtir. Dhe nëse heq një aleat të tillë Kinës, po njëkohësisht ja heq dhe Rusisë, se mos harrojmë që fatikisht është duke furnizuar Rusinë akoma, domethënë regjimi iranian me dron Shahid që godit Ukrainën, pra duke hequr këtë dhe duke kaluar, po themi, nën kontrollin amerikan, është në një farë mënyrë ajo strategji që ne po shikojmë për që po ndodh. Pra, strategjia që po bën Trump deri tani është strategji kundër Kinës. Venezuela ishte kundër Kinës. Panamaja ishte kundër Kinës, sepse kalonin ishin firmat kineze që kishin marrë kontrollin e Panamat. E njëjta gjë Venezuela. Çdo gjë lidhet me izolimin e Kinës. Çdo gjë, edhe Irani në një farë mënyrë prapë është i lidhur me Kinën. Dhe po ti vësh goditjet që po ndodhin në këto momente, janë gjitha në funksion të izolimit të Kinës, dhe largimit të aleatëve dhe kapjes së atyre që janë rezerva energjetike. Lufta që po bëhet tani është luftë për energjinë. Brezat e rinj që do jetë, domethënë parashikohet që kërkesa për energjinë të trefishohet në 10 vitet e ardhshme për shkak të përdorimit të inteligjencës artificiale, robot dhe këto të tjerë. Dhe Amerika duket sikur po pozicionohet në ato vende ku energjia është e madhe dhe është në duart e konkurrentëve të saj. Kështu që në këtë kuadër duket sikur do ketë një goditje të tillë. Një skenar sirian, sepse ajo që diskutohet apo që un kam lexuar nga komentues serioz është që mund të ndodhi njëjti skenar që ndodhi me Sirin, ku grupet armatosura të sponsorizuara sigurisht nga aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Lindjen e Mesme, të futen në Iran dhe të bëjnë të njëjtën, të realizojnë të njëjtin skenar që u realizua edhe dhe Khamenei të fluturoi drejt Moskës ashtu si Asadi. Si e shikon këtë? Irani është një shtet që deri ku multietnik, dhe për këtë arsye ai pjesë popullsia azerbaxhanase shumë të madhe. Dhe bile ka pasur pretendime nga Azerbajxhani për zgjerime, jo për zgjerim, po për pretendime natyrës territoriale. Besojmë nëse bëhet mbi këto baza e shoh, por problemi tjetër që shoh unë është ky, që ti fut me të vërtetë Iranin në lojë, pra mund të shkaktosh një konflikt civil, po do të jetë i përmasave 10 fish më të mëdha se sa i Sirisë. Dhe efektet e deflagracionit do të përhapen edhe në Irak. A është dikush i gatshëm, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të duroj po prap një skenar si ai siriako-irakian nga viti 2000 ca deri. Është aja vlen prap barra Iran. Në mendimin tim, më e mira e mundshme ishte që regjimi është i dobët, le ta lënë të dobët. Në rast se goditet infrastruktura bërthamore ose tjerë, kjo mund bëhet. Dhe pastaj gradualisht aty mund të rritet fabrikat e ndërtimit të raketave hipersonike, gjithashtu. Dhe pastaj presioni mund të rritet.